Një nga angazhimet e para që kam patur ka qenë nënshkrimi i partneritetit BE-Shqipëri për sigurinë dhe mbrojtjen, që siç e thatë pra ndodhi në dhjetor dhe ne sot do të shikojmë edhe frytin e saj të parë, pasi do të lançojmë edhe dialogun e parë BE-Shqipëri për sigurinë dhe mbrojtjen. Duke i hedhur syt përpara, ne në fakt kemi dëshirë që ta zgjerojmë këtë bashkëpunim në fusha të reja, si për shembull për të luftuar kërcënime hibride, por edhe sa i përket sigurisë kibernetike, të luftojmë terrorizmin, por edhe të merremi me menaxhimin e krizave. Shqipëria ka një agjendë ambicioze për të përfunduar negociatat me BE-n në 2 vitet e ardhshme. Dhe ajo që dëshiroj të them është që nuk ka ndonjë qark të shkurtër për të arritur ose ndonjë rrugë të shkurtër për të arritur me antarësimin në BE përveç performancës së duhur në reforma.